Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Surprizë, Gjesti do të hyjë sot në Bigun e Kosovës. Sot është ditë e premte dhe është prajmi i Bigut të Kosovës, i cili ndiqet masivisht edhe në Shqipëri. Një ndër surprizat që do të ndodhi sot është pikërisht pjesëmarrja e këngëtarit Gjesti, i cili është zhdukur nga vëmendja publike pas vdekjes së vëllait të tij, Elidionit. Sot ai do të marrë pjesë me një këngë të tij, duke i kthyer atmosferën në shtëpi banorëve. Ndërkohë publiku është shumë kurioz që të shohë Gjestin pas kaq shumë kohësh heshtje, me shpresën që e ka rimarrë veten. Të gjithë jemi sy e vesh për prajmin e sotëm të Bigut në Kosovë.